femna ka qenë zëtë shpije. Nana o konë zëtë shpije për familje. Punët e familjes ajo mi kryjë. Une jam martu në vitin 72, une nuk kom pas drejt me caktu termin shoqes time më shku në vizitë të afërmit e vetë. Ajo ka caktu panin më shku. Ajo i ka caktu renat e ushqimit, magjes, renin e bacillakut e të në ato. Mirë po gjithka ka shku në regu. Mu më kujtohet kur u prente postërma në familjen tonë të madhe, lëkura zakonisht përeshin kush kish para është fjalla, pe familjarëve me ble postërmen bulluj. Lëkurën e bullit me përdor për të mathme. E nanat tona i kanë kep ato si apringa me spagja e me ato na jemi shku, kemi utu në shkolla e këtej, po është respektu urdhni i familjes. Se gjinia femrore shkelej si pas ti nuk shëndran, por bazë kishte respekte e sjellja që ato sillnin në familjen ku shkonin. Disiplina familjare ka qenë më nivel në kohën kur unë jam martu. Edhe atëherë është leju, nuk është të vërtet si thuhet se atë s'ke guxu me pat fejumen, s'ke guxu me shku, s'ka guxu me ardhe. Jenë gjithë metodat, mënyrat për mu pa, se rrallë janë rastes, jenë feju, jenë martu pa u pa, qora si thunë, si kur masën thes. Por, respekti ka qenë se ajo nuse si është shku, e ka mësy dere në burrit, në lirë të huj, i ka pas këshillat e forta dhe pej nanca dhe pej babës vetë. është këshillu se je ka ndronë vend banimin, ke linde i rritë në shfit huj, je ka shkon të shfitone, masi i ke bo 20 vjetë. Edhe ajo faktikisht ashtu dhe bjen, nga se këtu, ajo nuk është pronë kur të vjen, po është pronare e ambientit të shtëpisë, fëmijëve të vetë, të pasurisë të kretë, edhe është gjetë gjuha e përbashkët që divorcit kanë qenë shumë material atëre. Ta shtin në këtë kohë, unë ka marrë pjesë aty këtu, në disa shkëputjet lidhë dhe martesore, po është turp mu më vjen për ta, më vjen turp që ka paracesin nodë, po zonë, për çfarë arsye, si është e pa kapshme. Nuk janë rinia, nuk janë qashtë të ndërgjegjshëm për me pas sjellje arrogante ndaj botës tjetër, në botës femnore,